autostradat, pse më kujtohet është ka pas projekte të tjera të cilat kanë investuar, kanë qenë investime të mëdha kapitale, por me çka mund të krenoheni ju, zoti Kurti, te kjo pjesë, sa ato më herët i fole. Me çka mund të krenoheni si qeverisje për 20 miliardë? Dakor, vetëm e kam një farë përshtypje që më ke ngatruar ata të opozitës. Nuk të gatroj. Jo, po ata kanë premtuar ashtu, s'kum premtuar ashtu. Çka ke premtuar? Po ju duhet me matë mu me premtimet e mia, jo tyne. Prandaj po them ke gatruar me ta. Jo, nuk jam unë ata. Premtimet e pasë ti je zhvillon vendin. Më lejoni, sa ti vendi më i varfër në Evropë se ti ku inflacionin e ki 6-7%. Deficitin tregtar e ki vetë thatë më herët. Më lejoni ti vendosim faktet në vendin e duhur dhe me emrat e duhur. Unë jam Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetë vendosi. A do një Fedon Rama dhe po flas me kryeministrin detyrë. Nuk kom premtuar në projekte kapitali. Ki që zhvillon vendin përmes investimeve. A bën lutem 20 milionë me përfundu mendimin se e dëgjova pyetjen. Tash kur po vjen përgjigja, s'po mund ta. Po mirë se çka. Pra, çka në raport atë çka ndodh. Mos më mak me mendsinë atyre para meje. Unë ku marr në pushtet se populli s'pe i don më ata. Populli e ka bankrotu që atë lloj mendësie. Mos atë mendësi mo. Ka shku ajo. Pra s'do të më investuesh. Jo. Kush po thotë duhet me prapë më ndërprej. Veç a bëjmë përfundu. A vëmë ose pelojmë, kalojmë në pyetje tjetër, ose folni ju. Jo, vijmë tutje. Pra, së pari mos më matni me mendësinë, qasjen dhe zotimet e tjerëve. Zotimet tona cilat kanë qenë punësim dhe drejtësi. Shpenzimet kapitale nuk janë qëllim në vetvete. Për mua është i rëndësishëm një shpenzim që krijon vende pune. Po. Jo vetëm shpenzim kapital si i tillë. Sa vende pune keni ju ky ministër? Po mirë tash t'ju tregoj. Okej. 350.000 kom gjetë, 435.000 në qëtash, 85%, 85.000 vendet punë më shumë, i bjen dikun 24% në Shqipëri. 83.000 shku në Gjermani. Jo, se s'kanë shku 83.000 në Gjermani. Sinqerisht po, me sipas statistikave po flas.